Top fare. Në Top Albania Radio. Jemi rikthyer nga Polonia direkte në Top Albania Radio. Ishim duke dëgjuar Erion Korinin me Greta Koçin Kush ka faj, kënga. Po që këndon gazetshëm këçuni. Me vërtet? Prandaj është nga fieri, gjithë. Leila. Por no? Nuk meriton as të hurrehesh, se vajzat janë sëmundje dashurie, thon nënat shqiptare, por kush ka faj? Edhe fati qan. Çfarë thua? Duke ciloj fjalësh apo fillimin një historie, por nuk është fiks ashtu. Tituj këngësh që bashkohen, e formojnë një mini histori, si ato hartimet që bënim në shkollë dikur. Okej. Për një rrëfim sot në Top Fare këtu në Top Albania Radio, Erion Korini. Mirë si u gjeta çuna, faleminderit për ftesën, por duhet ta dini, dua të jem i sinqert që ndërkohë që po ju prisja poshtë, kaluan ca shok me makinë dhe më ftuan për një darkë dhe kisha me dy mendje, thash po ju lë vetëm, po ikit pinë një gotë verë të mirë, dhe isha gasë nuk lia vetëm kur. Faleminderit për ftesën dhe meqense sot është hapja, është nisja e emisionit tuaj, unë ju falenderoj që isha unë ai që më ftuat. Patjetër. Si pari fitimtari që bëra këmbë dhe ta dini se e kam këmbën e mbar, kështu që për veten jo, për të tjerët po. Dhe do ju shkoj mbar emision. Hajde me shpresë. Do na dalë rroga para kohë. Faleminderit për ftesën. Bukur. Orin. No, çka ke koleg? Unë do të kur ka qenë era fundi që ishte në Poloni. Okay, po. Ka disa kohë, mund të ketë gati 2-3 vjet. Ke 2-3 vite bashkuar në Poloni. Po kur shkon atë të rikthehet, le të themi, nuk kam asnjë lloj emocioni kur shkoj. Nuk ke emocion. Ti na ke bërë ne të gjithë të emocionojmë për vetes ke emocion. Domethënë në kohë shtëruar gjithë atë. Në kohë kur xhirova me Greta Koçin, që ishte 13 vjeç. 13 vjeç atë. Po, se u bë legjend kjo ky fakti sa vjeç ka qenë kur këndoi këngën e parë me mua. Unë me thënë të drejtën e pash tekstin e kishte shkruar Gjergj Orgaqi dhe nuk mundesha ti përshtatja dot një skenar. Me thënë të drejtën, dhe thash çfarë po bëj, gjithë përgjithësinë e videoklipit, po ja kaloj Apollonis. Dhe vetë thjesht po interpretoj. Edhe këtë bëm, u varëm me ato kullat atje, me atë modelin e flokëve të mia bisht pëllum, po me një këmishë me ato mëngët e lëshuara. Shumë gjatë për kohën, edhe e ka qenë si Scarface. Dukesh për atë kohë. Shiko, ka qenë 2004. 2004. E disa njerëz janë martuar e fejuar me atë lloj skene që keni bërë ju Erion aty. Ata që shkonin në Apolloninë atë kohë, miq ose të njohur ose të panjohur, që më kishin friends në Facebook ose që s'më kishin friends, shkonin në Apolloni, vizitonin në parkun dhe pasi mbaronin atë shëtitjen, më dërgonin video që më kishin imituar mua me Gretën. Po kjo gjë ndodhte shpesh në atë kohë. Okej, tek shqiptit i kishim marrë këto video, kishim bërë një kolazh. Po mirë, më sa e bëjmë në radio, mos e bëjmë. Nxjerrim YouTube. Kemi ndryshuar Erion, se ti na mban mend dikush donte dikë, por për gjithë ata që thon, "Ore ku e kam dëgjuar unë këtë zëmë melodios përveç se në këngët e tij, Erionin e gjeni çdo ditë tek Radio Tirana që bën emisionin e mëngjesit atje bashkë me kemi gati 2 vjet që bëjmë sa thon njerëzit ku është Erion Korini? Një emision mëngjesi. Me thënë të drejtën, në kohën që kam qenë shkëputur nga muzika, kam qenë gjithmonë pjesë e radios. Me postproduksion, në drejtim të saj, drejtova radio informative për gati 14 vjet. Më pas punova dhe jam duke punuar në Radio Tirana. Pra kam qenë gjithmonë i lidhur me median, por gjithmonë me fokusin tek radio. Dhe te zëri. Dhe vazhdoj, kam një emision mëngjesi, siç e them, me Reza Xhaxhiu, zgjohemi shumë herët. Në orën 6 të mëngjesit deri në orën 8. Ju ti emiton bukur, ma emiton. Jam të i dashur me Erin. Eri po sot do flasim për midhjet. Ne kam nisur midhjen. E kemi gjanë shumë dhe sa herë që imitoje, kënaqesh, nuk mërzitesh asnjë. Është bukur që ai ma lejon. Të përshëndesim Xhaxhin nëse më dëgjon. Otorin, më thuaj. Jemi futur në YouTube. Më pëlqen kur flet Otorin, duket vetë si ushtar në repar. Po. Je futur në YouTube, çfarë ke parë? E di që unë futem rrallë në YouTube për të parë veten time, nuk jam nostalgjik fare. Pse nuk e googullon ti Erion Korini për shkak? Fare. Sa ke pyetur ChatGPT? Po çfarë interesi mund të kem unë për veten time? Ta shohësh që ke parasysh çfarë thot? Kënaqësi kur googullon veten, për shembull, ty dalin gjithë ato portale. Po shoh se çfarë thon të tjerë, nuk para më intereson, më thën drejt. Nuk të intereson. Vjen me moshën?
Mos interesimi se çfarë mendojnë të tjerët? Mbas edhe me moshën, nuk e mbaj mend veten time të ri, më duket se kam qenë gjithmonë kështu, por kur arrin në këtë moshë, ti vlerëson të tashmen, vlerëson njerëzit që të duan që bëhen shumë pak gjatë udhëtimit, pra rreth i besimit bëhet tek 5-6 njerëz, vlerëson faktin që në shtëpi të pret dikush që të do shumë dhe ke besim tek ai njeri, dhe që ke një profesion dhe bashkëpunëtor të mirë, profesionist, kjo është e gjitha ajo që kërkon njeriu në këtë moshë. Mos flasim pastaj për hobet, jo peshkimi, jo shëndetje etj. Po mos të pyesim për moshën eksakte. Jo, po s'e kam problem fare. Sa vjeç? Jam dalin e 77, 48 vjeç. 48. Po. Shkofsh 100 deri. Faleminderit. Kur s'kesh 50 vjetorin do të shtojmë prapë. Po. Edhe ju shkofshi 100, por një miku im profesor thot, "Ore pse është ky urimi thot 100 vjeç?" Pastaj bëhesh i Se jemi japonez. Mërzitet njeriu, jo vetëm mërzitet të tjerëve, po mërzitet e vet, më duke jetuar. I plotson ato gjërat, ato qëllimet objektive, pastaj edhe mund të ikim. Është thjesht kalimtare. Po YouTube-i? Në YouTube, te kënga jote Sëmundje dashurie. Është një koment aty Korin dhe thot eksaktësisht kështu. Po ku ka humbur ky Erion Korini? Pik pyetje e madhe. Pse nuk po bën më këngë të reja? Goxha i talentuar dhe ka një zë të mrekullueshëm. Tani, ti Zojn apo Zotri, si ishte me emër kështu? Po, nga ata me numra, po. Me numra. Që e ke bërë këtë koment? Si fillim urojmë ti je mirë me shëndet, ti je duke na dëgjuar dhe së dyti, ja ku të marrësh përgjigje. E thashë, bëra një prezantim timin se ku kam punuar dhe ku jam duke punuar. Po, kjo nuk të lë të mos merresh. Pjesa tjetër e pyetjes së zonjës, apo Zotri. Po. Unë i përgjigjem që nuk kam qenë aktiv më në muzikë, nuk e shpjegoj dot as vetë këtë shkëputjen time, por kanë qenë disa faktorë. Domethënë duhet një nat dimri ti tregosh pse erdhi gradualisht ky largimi im nga kënga, nga muzika. Për një gjë më vjen shumë keq që e dëgjoj zërin tim kur këndoj etj dhe them vetes po pse e le këtë zë pa kënduar. Megjithatë nuk është asnjëherë vonë. Po i diet. Asnjëherë nuk është vonë sepse edhe mund të rikthehemi. Po ne jemi pak vonë për reklamë. Okej. Respekt për reklamat. Rikthehemi direkte sepse ka reklama tjetër. Jemi rikthyer nga La La Land Top Albania Radio. Pasjetër sa më pëlqej ky unisioni juaj kur riktheheni në transmetim. Është baka më të miruar gjithmonë. Faleminderit. Ka dalë kështu. Çfarë kohë është pritëm ditës të thotë Erion Korini ju ka më të miruar. Po. Si është jeta. Jo e kisha fjalën për unisionin, Për unisionin, Ora, suksesi sot. Është më shumë çështje talenti apo marketingu, si mendon? Unë mendoj i të dyave. Por edhe marketingu është një faktor që ndikon shumë tek suksesi. Domethënë sot ka menaxher, sot ka shumë faktorë të cilët ndikojnë për suksesin tënd që në një farë mënyrë, nëse ne deri dje mendoheshim gjatë në studio për të cilë material të mirë dhe kishim atë merakun në bobo, do pëlqet. Sot nuk e vuajnë shumë këtë pjesë muzikante, sepse pothuajse 80% ose 70% të asaj që do quhet nesër sukses e merr në dorë menaxheri me grupin e punës. Pra mjafton që ti të këndosh mirë, pastaj kënga, mund të jetë e mirë, mund të jetë shka, por do ta ngrej kush publiciteti, marketingu, do ta ngren koncertet, ndriçimi, veshjet, balerinët, këto menaxhimet në rrjetet sociale, pra nuk është njësoj me ato vite. Ti ke qenë vetë Alivet Kadi apo ke pasur? Në përgjithësi ashtu kemi qenë të gjithë. Imagjino sa vështirë kemi pasur ne në atë kohë, po flasim gjithmonë, un kam dalë me fjalë dola me albumin e parë në vitin 2000, i thon vetëm 3 vjet kishin kaluar nga 97-a, shqiptarëve s'u kishte ikur akoma era e barutit nga rroba. Ka qenë kod vështira. Imagjino nuk gjenim një vajzë që ta kishim personazh në videoklip. Merrnim ose kushurirat ose në një komshi, ishte shumë e vështirë se nuk ishte guximin vajza të dilën atë kohë të shfaqesh, qoftë me një veshje ku diun ekstravagante etj. Kanë qenë kohë të vështira. Regjistronim me ca kamera të vjetra të kohës, sidoqoftë ishte diçka që bëhesh me pasion. Por kohërat ndryshonin shpejt dhe ne kishim shumë vështirë që të adaptoheshim me trendet e reja, me muzikën që ndryshonte nga dita në ditë dhe shihni se çfarë ndryshimesh ka nga ato vite sot ku jemi. Erion, çfarë ka mësuar muzika për jetën? A ke marrë një mësim nga këngët e tua? Shiko, mësimi nuk e di tani, unë flas nuk e di a vlen kjo që do them unë për njerëzit që po më dëgjojnë, sepse kjo është një eksperiencë personale. Pra, udhëtimi im në jetë ka qenë
përgjithsisht i mirë, i bukur. Pra unë e kam shijuar atë që kam bër, kam shijuar bashkëpunimet e mia, kam shijuar daljet e mia në festival, kam shijuar daljet e mia në Top Fest, në për koncerte etj. Po kjo nuk ka të bëjë me të tjerët. Kjo ka të bëjë me atë që unë vet kam përjetuar si eksperiencë. Më ka mësuar diçka shumë të rëndësishme, një zhgënjim total nga ata njerëz që i kisha afër gjatë kohës, i kam qenë i suksesshëm, dhe që u zhdukën me magji, si me magji, kur unë nuk këndoja më dhe fillova t'i fshihesha skenës. Nuk ishin më ata njerëz. Kështu që si u justifikuan për shkak? Keni kujdes, si justifikuan? Nuk kishin nevojë fare për justifikim, largohen kaq. Thjesht largohen. Po tani në rrugë të shohin, ju flet. Tani pranet thash që në fillim bisedës, tani edhe ti nuk ke më nevojë për ata. Ke nevojë për atë rrethin e ato 5-6 persona, 5-6 veta që ti beson verbërisht. Erion, mendon se një artist qëndron gjithmonë artist apo thjesht ndryshon mënyrën se si e shpreh artin e vet? Pra, a qëndron njësoj ai që mendoj që një artist është gjithmonë artist. Okej. Është gjithmonë artist. Pastaj ata që duan ta ndryshojnë në domethënë në proces të asaj që është duke ndodhur me muzikën, me artin në përgjithësi, janë menaxherët. Ata duan të ndryshojnë, po ti brenda vetes tënde je gjithmonë ai. Okej. Le të themi bëhen kompromisa në këtë lloj rruge, pra njëri që do të zhbëj. Kompromise bëhen vetëm kur ti nuk ke komoditetin për të zgjedhur. Pra në rast se ti je një artist i ri dhe nuk ke të ardhura, dhe ty të ofron shtëpia diskografike, albumin, etj, veshje, etj, dhe ti pranon të këndosh edhe ato që ata do të ofrojnë pa dëshirën tënde. Pra me që është hallexhi kape. Po në rast se ti ke të ardhura të mira, ti bën atë që do. Po dhe ti ngelesh ai që je. Jeta na ka mësuar ne për shembull që një le të themi një njeri me të ardhura shumë të mira të jetë futur në rrugën e artit. Pra kemi ndonjë multimiliarder që më vonë zgjodhi botën e muzikës, apo i kemi flet për botën, për Shqipërinë. Si pra artista, se un kam dëgjuar vetëm raste kur njerëzit le të themi kanë qenë mbase në skamje, në thonjza, ose nuk kanë qenë në gjendje të mirë financiare, dhe atëherë ata kanë gjetur artin për shpëtim. Po një milionera bëhet artist? Po besoj se bëhet. Bëhet? Çfarë? Jo, kam fjalën, është leku, le të themi, kusht. Po. Nuk besoj se leku me fjalë leku të ndryshon ose të sill ty privilegje, të cilat ti nuk do i kishe patur, por ti artin e ke brenda vetes. Okej, ti thua e lindur. Po, do të thonë ti je artist si në një skenë të vogël, si në një skenë të madhe. Bukur. Leku ta bën thjesht skenën e madhe. Po, okej. Duhet lek për dalë skenën. Leku, i dhe lekun për pjetë. O Korin, të kthehemi pak në kohë. Si është të përballesh me atë heshtjen, pasi e mësuar shumë gjatë me duartrokitje, me brohoritje, me shumë njerëz rreth rrotull? Këto janë lëvizje që bëhen me koshiencë. Unë njoh shumë miq të mi, të cilët janë artistë të njohur, të famshëm në Shqipëri, që jam shumë i sigurt duke i njohur mirë, kam ngrënë, kam pirë, kam fjetur me ta, domethënë kemi kaluar vite. Si ke fjetur? Sa ka fjetur? Nuk kuptimi, tani kur them fjetur, ne bënim turne. Shkonim bashkoheshim natën për hotele, rrinim deri në datë të vonë, pinim cigare, nuk po them që flinim në një krevat. Po, jo, unë nuk kuptova atë. Çmime tani. Shoqëro që ta rastin nga Edhe doja të thoja këtë që ka nga ata, të cilët unë mendoj që në thonjza edhe mund të vrasin veten në rast se nuk janë ata që ndriçojnë gjatë gjithë kohës në skena, në videoklipe. Pra unë njoh njerëz që e vuajnë shumë faktin që s'do t'i njohim më kush në rrugë. Për shembull, unë kaloj sot, është brez i ri, nuk më njeh. Nuk e kam fare problem, ose as nuk e mendoj këtë gjë, që pse duhet më njihnin. Okej, kur ka ndonjë njeri që më njeh, që më përshëndet, shumë mirë. Po këtë pjesën tjetër nuk e vuaj shumë. Unë mbaj mend episodin kur unë të thoja që unë i dëgjoj këngët e tua. Po bënte habi. Ne kemi pak shumë 20 vite. 20 vite diferencë me njëri tjetrin, edhe është e vërtetë, doja dile që ajo që sapo the, po me këngët e vjetra, ato që ne jemi mësuar të dëgjojmë, ato të bukura, ato të baladat që nuk meriton as të urresh. Ti e gjen më veten tani te këngët që ke bërë dikur? Patjetër që ka këngë që janë të preferuara brenda gjithë këngëve që kam bërë, numrit këngëve që kam bërë. Ke një që e mban nuk meriton as të urresh, është një këngë, do thosha këngë e mirë, e bukur. Ajo ka një histori brenda vetes. Kur kam takuar Arben Dukën, jam habitur që ai në mes atyre poezive kishte edhe një poezi si kjo, të cilës unë doja t'i jepja jetë me zërin tim. Okej. Dhe të dy me Benin u takuam, pati një tempizëm, u takuam në momentin e duhur dhe bëm diçka që në kohën e duhur. O DJ Vini, a japim do të jetë? Nuk meriton as të urresh.
me që folëm ta dëgjojmë, ta rikthejmë edhe një herë sërish në vëmendje për të gjithë ata që mbase nga neglizhenca mund ta kenë harruar. Si mendon Erion ti? Unë jam dakord. Ti e dëgjon Mel Gibson u dyl në përmale duke kërkuar një manastir. E gjeti më në fund. Po. Ta e çoi deri në fund amanetin e Korinit. Pa i ka për atë gocën që